Tiranën dhe Elbasanin dhe që do ta bëjë Elbasanin pjesë të metropolit të Shqipërisë në dekadat e ardhshme. Pra jo vetëm Tiranë-Durrës, por dhe Tiranë-Dibër dhe Tiranë-Elbasan, duke pas parasysh transformimet e infrastrukturës dhe shkurtimin e distancave, janë faktikisht tre gjymtyr të kryeqytetit, faktikisht. Dhe që të vish të punosh këtu është një distancë po aq ose edhe më e shkurtër se sa që mund të jetë distanca dhe koha që të merr të shkosh të punosh nga një anë e Tiranës në anën tjetër nganjëherë. Kështu që duhet parë edhe me këtë sy, edhe duhet kuptuar që këtu ka potencial për të hapur kryeqytetin dhe për t'i dhënë një energji dhe një frymarrje të re e përsërisë me të dy këto pika që janë shumë afër njëra tjetrës, parku i kombinatit dhe automotoparku, i cili cirkuitin e Formulës 1 do ta ketë si qershin mbitor, por nuk do të jetë, nuk është një investim thjesht dhe vetëm për Formulën 1 që është 3 ditë në vit, por do të jetë një destinacion i përditshëm, jo vetëm për shumë lloje garash, por mbi të gjitha për sigurinë rrugore. Do të jetë një qendër europiane për rritjen e sigurisë rrugore. Sipas modeleve më të mira që ka sot Europa dhe fal edhe partneritetit ndërtuar me qendrën e sigurisë rrugore në Austri. Tjetra që dua të them është që ne kemi shumë të nevojshme që nga ana juaj të na bëhet me dije, prandaj na duhet të krijojmë këtë tryezë përbashkët dhe orientimi im për të dy ministrat është që ta mundsojnë një gjë të tillë, që ne të na bëhet me dije nga ana juaj çdo plan që keni, sepse ju jeni këtu. Edhe patjetër që ne duam të vinë dhe të tjerë, por ne duam që kjo rrugë të nisi nga ju, nga planet tuaja. Çfarë planesh keni për zgjerimin, çfarë investime keni në plan të bëni për mëtutje, cilët për jush kanë një plan të zgjerohen, cilët s'kan plan të zgjerohen, por kanë kërkesa tjera.